ata cilët e përcjellin dikush qoftë Mekka live, qoftë Medina live, e qëtë aty edhe datën. Mirë po, ajo datë nuk është e bazume në të pamurit të hanës. Ajo datë është e llogaritur. Sepse, si çdo shtet, edhe Saudia, ka punë të veta shoqënore dhe patjetër duhet me llogarit. Nuk mundet për punë mbrana të shtetit ose për punë ndërshtetnore. Me thonë prit se nuk e di cilën datë është se duhet me prit me dal hana, me pa hanën e re. Por e llogarit, e ka kalendarin e vet. Edhe është normale, është e tepërt me thonë se është e lejume. S'ka nevojë me thonë është e lejume. Zoti nuk ka lidhje me ibadet. Mirë po, pasi po parashtrohet pyetja për ditë bardha, për me agjëru ditë bardha, tash ke hy në sferën e ibadeteve. E tash ndron meselja. Ibadeti i agjërimit qoftë obligativ Ramazani, qoftë vullnetar, 3 ditë në çdo muaj, ditë bardha, agjërimi Arafatit, agjërimi ditës së Ashura, dita e 10 Muharrem, këto duhet bazohen në të pamurit e hanës. Sepse tash tham ke hy në sferën e ibadetit. Rregullat, dispozitat e ibadetit bazohen në ajete dhe në hadithe të sakta. Nuk ka tjetër burim. Kur ka ajet edhe ka hadith të sakt, atëherë nuk vjen shprehje, nuk vjen konsiderat me marrë fjalën të tërkujna, po qoftë ai dhe Ebu Bekri. Po e përmend Ebu Bekrin se Ebu Bekri radhiyallahu anhu arda, autoriteti numër 1 në Islam është pas pejgamberit e Islam është Ebu Bekri. Ose kështu të them, kush është Ebu Bekri? Ebu Bekri është njeriu më i dashur i Allahut. Po them gabimisht. Njeriu më i dashur i Allahut, njeriu më i devotshëm, njeriu më i sinqert, njeriu më i drejtë, njeriu më besnik në histori krejt njerëzimit, jashta pejgamberëve. Pra, i merr krejt njerëzit prej Ademit alayhis salam deri te njeri fundit kush ka me kon, mirë po i përjashton pejgambert. Tash mbesin vetëm jo pejgamber. E prej këtij grupi tash, për njerëzve jo pejgamber, njeri më i mirë, njeri alimi më i madh, njeri më i devotshëm, njeri më i sinqert, njeri më i dashur i Allahut është Ebu Bekri. Pse? Për një arsye shumë të thjeshtë, sepse ka qenë shoku më i ngushtë i Muhamedit alayhis salam. Nuk ka logjik që shoku më i ngushtë i Isës alayhis salam me kon më i dashur i Allahut se sa Ebu Bekri. Sepse Muhamedi sa është më i dashur se krejt pejgamberët tjerë. Nuk ka logjik shoku më i ngushtë i Ibrahimit alayhis salam me kon më i dashur te Allahu se sa Ebu Bekri. Sepse Muhamedi alayhis salam është më i dashur i Allahut. Rjedhimisht edhe shoku i tij më i ngushtë është më i dashur se shok më të ngushtë të krejt pejgamberëve. Pra, po edhe nëse vjen fjala prej këtina, kur ki hadith vërtet, atë nuk mirët parasysh. Ka logjik. E për këtë mesele, ka shumë hadithe, aq ka shumë hadithe, sa që edhe une para një kohë tu e mendu, subhanallah, çdo herë vetëm sa po e sheh njeriu edhe të kënaqet gjoksi, zgjerohet gjoksi, të kënaqet zemra, ushqehet zemra, kur e sheh se konkretisht po vërtetohet edhe një herë ajeti el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot ja u përsosa fen juve. E plotsova, e bona tamam. Atmamtu tamam, e plotsova. Ni'meti, dhuntin time ndaj jush. Wa raditu, jam razi, jam i kënaqur që Islami me kon feja juve. Çka po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sumu li ru'yatihi wa aftaru li ru'yatihi. Agjeroni, pra filloni Ramazani, kur të shehni hanën e re, hani, pra e bëni bajram, kur të shehni hanën e re mas një muaj.
Liruje, me po. E që tash, e lamda ka shumë anima, thojnë lejot, nuk është me rëndësi me qka po eshe, a me dyrbia, me teleskop, a me sy, kryesore me e po. Jo me e bazu fillimin e Ramazanit, edhe fundin e Ramazanit, gjithësisht fillimin e bajramit, të dy bajramave, me llogaritje, por duhet me u bazu në të pamurit e hanës. Se ki pikpyetje agjerimin, atë pranohet as pranohet. Sepse nuk po e plotëson kushtin cilin e ka parashtru. Po të thonë atëherë, një profesor, që aty jemi, na me llogaritje e ata me të pamurit. Atë kujtohet? E unë e të kom thonë, po dhe mirë, na me abdes, ata pa abdes, namaz. Së fjallë të njëjtë, nuk ka namaz pa abdes, edhe mos se fillon. La të sumu, mos agjeroni, hatta të rol hilal. Dhe sot e sheni hanën e re. Mos, ka transmetime, agjeroni kur të filloni Ramazan, kur të sheni hanën, ka transmetime, Buhari Muslimi janë krejt, kur të shehni, jo, mos filloni me agjeru, dhe sot të sheni hanën e re. Edhe po thot, kur edhe po të ndalon kundërtën, po e përforcon. Ka transmetim, e këtu është tash defekti se njerëz janë kompleksu. Nuk e kanë atë krenarin. Janë besimtar, po krenona, i bi sejdë Allahut, po duhet më mbur, më krenu me këto. Edhe me falendru, me lavdru Allahun, se po dallon prej shumë njerëzve. Sa, me shu balin poshta në tokë, dhe me kune. Kujna po ashton të i balin, kriju si ton po ashton balin poshtë. Po me ato që qëfar hadithi? Për çdo sejdë Allah të ngrit një shkallë. Ti po bjen poshtë me trup. Po, shpirtnisht Allah po të ngrit. Nuk po thot kine shpërblim. Hadith sahih. Po thot një shkallë ngritesh. Sa të bëjsh sejdë, dije se ka një gratë po ngritesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ai me kon me ndjemadh jakush. Kështu me këqyrë. Pse? Para emrit të ti, titulli ma i madh ka qenë. Pejgamberi Allahut. Pejgamberi fundit Allahut. Jo prof dërë. Por pejgamberi ma i madh, ma i fundit, ma i dashur i Allahut. Ja ky me kun tash me ndjemadh jakush. Po ka qenë njeriu ma modest, ma i thjesht në histori krejt njerëzimit. Në balt e nuj ka bo sejdë. Ma i dashur Allahut, ky po bon sejdë, ty s'po bon. Kravata, jom dres, jom picillav, e qysh me lshu ballin. Kriju si ton, para ti ki me dal me dhon llogari. Edhe tash, ku e kanë atë kompleksin? Se thot në një hadith për kësam, Buhari Muslim është, nahnu ummetun ummijetun. La nektub, la nahsub. E shehru, hakeza, wa hakeza, wa hakeza. Eu, hakeza, wa hakeza, wa hakeza. Na jem një umet, une nuk e përkthej, edhe nuk më pëlqen me përkthy me thonë analfabet. Ummi. Por, nuk shkrujmë e nuk lexojmë. Muj është kaq, pra ka thonë, her 29, her 30. Nuk ka shans me konë 28, nuk ka shans me konë 31. Ose 29, ose 30. Nuk ka mundësi ndryshme konë. Nëse s'është 29, të din s'është 30. Edhe përfundon me këto. Tash, që qysh marë me thonë, na nuk shkrujmë, nuk llogarisim. Ka dërë se nuk i informata. Nuk i informata. Në qka është pyetje tash? Në qka po aludon pejgamberi sallallahu me këto? Ibadetin, fillimin e agjerimit, Ramazanin, nuk e filloj me llogaritje dhe me shkrim. A jashtë ibadetit, po themelet e astronomisë, kush i ka qitë? Muslimant. Me busot muslimanve ka shku Kolombo. Ka pas shkencëtar musliman në njerën për anijeve të veta. Kristor Kolombo. Po qaj shkencëtari ma eminent, nivel botnor,
musliman, ai e ka llogarit, ka ditë me llogarit. Edhe mas mirë e ka llogarit. Lëvizjen e hanës. Mirë po, kur ka ardhur Ramazani, ai nuk është bazu me fillu në Ramazan në llogaritë të, s'ka pas nevojë të tërkush me shku, unë jam shkencëtar, unë vet. Por ai për vete ka dalë dhe ka kthyer. Ose ka prit prej tjerëve lajmin e kanë po hanën. Ai vetë shkencëtar. Pse? Sepse po e dim këtu tash është në pyetje ibadeti, mos ma përzi llogaritje. Nuk ka logjik me thona nuk shkruajmë pejgamberin kur ka thonë, para mendo tash, para mendo. Unë shpesh po them, a mama çet më bën? Selam aleikum selam. Ku je në Sibir? Shamull dimni. Soft mos vet acari mat minus 60. Na të shtu në zërë. Ku shumë ftoft e koka, shumë ftoft, po ti s'pe përjeton ato. S'munësh me kuptu ato çfarë gjendje shpirtnore është ai tash, se minus 60. Ma ty komod je, këtu në zet je, edhe ku me shumë ftoft. Mas shumë diçka munësh me thonë, një me ftoft e koka. Po ti s'pe përjeton ato ftoft. E tash ta me kuptu na, zore kem se duhet më kthy 1400 sa vjet. Me kuptu çka ka bëu pejgamberi alayhis salam. 70 rob të Bedrit. Po konsultuot. O Ebu Bekër, çka me bëu me këta? Ja Resulullah, ata krejt një fision kun, fisi, Kurejsh. Po kabinet ndryshme. Kushëriton jon, ta fëmton, kanë familje, po i lirojnë. Let paguajnë dam shpërdimin, lirimin, jo dam, let e paguajnë lirimin, se rob lufte, dhe let shkojnë. Edhe ka Omeri ka thonë me ekzekutu. E ka ndëgju Ebu Bekrin, edhe i ka liru. Mirë po, para se me liru, çka po bon? Diçka shumë madhështore. Mirë po, për me kuptu madhështin, duhet më mundu na me u kthy tash para 1400 vjetëve. Sepse, para 800-900 vjetëve, mrejtë anglisë atëshme, Richardi Zemrlani që i thojnë, është në mburë se, thot analfabetës, nuk di shkrim leximune. Është në mburë me këto. Po ta shpjegojmë halo ma heret. 1400 kursur vjet. Po do të priu 70-ve, kush din shkrim lexim? Jo më paraqit. E ti nëse don me u liru, mësomi 10 vjet shkrim lexim edhe i lirje. O kom dukat unë. O Muhammed, kom dukat. O mas pe du dukatin ton. Ti po din shkrim lexim. Mësomi 10 vet edhe në moment i lirje shkon në shtëpi. Para 1400 vjetëve e tepër, po e krason lirin e robit të luftës me mësim shkrim lexim të 10 vetëve. Të cilit person fjala e parë u është poll ikre, lexo. Tash qysh me kon kundër shkrim leximit? S'ka logjik. Kontradikt po vjen me njëherë. Pra dush me thonë, a ka dalë këtu pas ka tjetër objektiv. Tjetër qëllim pas ka këtu në këtë hadith. Pra, në ibadet, në fillim të Ramazanit, në fillim të Shevalit, në fillim të Dhul-Hijjes, Allah ile rriq aty. Llogariti, veç vazhdu me llogarit. Po, mos më kallzo kur me fillu Ramazani. Sepse duhet me po hanën. Ligjvëns, nuk o zëdhëns pejgamberi, ligjvëns është. Këtë kompetenca ka dhënë Allahu. Ja ejuhalladhina amenu, etiu Allah wa etiu Rasul. O ju besimtar, bindjuni në shtyrën e Allahut dhe bindni në shtyrën e pejgamberit. O ma atakum Rasul fakhudhu, o ma nahakum anhu fantahu. Çka ty pejgamberi merrne, çka ty ndalon largonu. Fela wa rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Jo pasha Zotin ton, nuk kanë besu derisa ty nuk të marrin si gjykas ti më u tregu rregullat, dispozitat. Edhe nuk mjafton me këto. La yajidu harajan fi anfusihim, nuk gjejnë pak knatësi. Wallahi të fletin zemrën. Po mos i thot pejgamberi s'kom çfarë se hisëm flet. Jo, as to skimë. Ha shumë flet, u knaqa. U shumë jam i lumtur me këtë dispozit. Edhe nëse të bjen me pagu diçka, me bë diçka. Por këtë gjykim, këtë dispozit ma ka dhënë pejgamberi shumë i kënaqur jam.
Nëse nuk vepron kështu, fela wa rabbika la yu'minun. Pasha Zotit nuk kanë besu. Kështu duhesh me vepru. Ky po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Filloni Ramazanin. Kur të sheni hanën, këta thojnë jo me llogarit. Qysh këtë kohë, këtë shekull. Po ti me kon po don me diskutu, me kon po bën dialog ti. Me Muhammedin alayhis salam. A jetu ndëgju, vetën s'ka po flet. Nuk pranon ndryshe ibadeti. Legj, rregull e ka qitë. Të është shumë e qorë, shumë e thjeshtë. Pra, agjerimin nuk guxon me u bazu në llogaritje të daljes së hanës së re. E ceka ajetin el yawma akmaltu sot dhe u kom përsos. Tash shembull. Po vazhdon hadithi. S'po të tregoj hadithin, po kështu. E kanë llogarit, po i besojmë, sakt e kanë llogarit. Ka me dal hana e re. Edhe me fillu me agjeru. Mirë po, hana nuk po shirë, pse? Ka vranësira. Ka dal hana e re, ka lind hana e re, por ka vranësira nuk po duket. A me agjura mos me agjeru. Po kësot po të që mos e këqyrë, se llogarin e ka. Allahu ekber. El yawma akmaltu lakum dinakum. Nuk po përfundon këto hadithi, po vazhdon. Idha gumme alejkum, wa in gumme alejkum. Nëse ka vranësira, ekmilu Sha'ban 30. Nëse ka vranësira, ka dal hana e re, po ti s'ke mujt me pa, se ka vranësira, qoftë vranësira, qoftë prej erës, pluhni qohët. Kryesore, ka një perde, ka një pengesë mes teje dhe mes hanës, nuk po mundesh me pa. Atëherë thot pejgamberi, plotësoje Sha'banin 30. La ilaha illallah. E ka llogarit sakt. Po ky tash është argumenti më i madh se nuk guxon me u bazu në llogaritje. Edhe nëse ka dal hana e re, por ka vranësira, nuk guxon me fillu Ramazanin. Gjithashtu edhe e përmend Sha'banin, po kjo vlen edhe për me bu bajram. Tash kur me përfundu Ramazani, u bu 29 ditë u plotësuan. Tash po thot pejgamberi, muju i ka ose 29 ose 30. Tash ti nuk e din, a i ka 29 a 30. Po 29 i sigur ti je. Po të nesërmën, a është 30 a i pari? Dush me këshyr hanën. Nëse nuk e sheh hanën, atë thot plotësoj 30. E të nesërmën, a me dal me këshyr hanën? S'ki nevoj, se s'ka të rëteni këtu mu. Ka tregu me dur. Ose 29 ose 30. A be kuptoni, shumë e logjikshme. Ti kur përfundon 29, natën mes 29-it edhe 30-shit, del me këshyr hanën. Nëse del hana e re, atër ky muj i pas ka pas 29 dit. Nëse del hana e re, por ka vranësira, se shkjo është argumenti më i madh se nuk guxon me u bazu në llogaritje. Ka dal hana e re, ka llogarit sakt, por ka vranësira. Pejgamberi po thot, mos agjero, plotëso Sha'banin 30, ose mos bë bajram, por plotëso Ramazanin 30.